Për shëndet nga kuzhina Nirit, sot kam vendosur të përgatit një XXL pizza familjare në tepsi të shporetit të rrymes. Krejt që kanë nevojitën mas pari për brumin janë 500 grame miell, 300 ml me ujë të ngrohtë, 20 gram moja të bukës të freskët ose një paqet moja të bukës pluhur, 2 lugë të gjellës plot me vaj ulliri, 1 lugë të mesme me krip. Bismillah, fillojna mas parë me përgatitjen e brumit. Hedhim ujin e ngrohtë, hedhim kripen, moja të bukës të freskët në një hijnë të thellë, vajin e ullirit, edhe i përzina përbërësit me tel të dorës. Asalina ma vonë, në nevojitën 400 gram djath mozzarella, ose kaçkavall, unë e kom përdor për kaçkavall, e kom grënë gryse, si që përshqet një kom në mëzë, nevojitën salcë të domotave, dikon 300 gram, oregano, borzilok, vaj ulliri pak, si dhe krip, edhe sugjuk të shtëpi si qesim, ose mbushën ndër me do me qka doni me tun fish, me qka thimi që. Përzina që përbashët, derisa do trevet moja bukës, edhe shtripa. Pasi që është tret moja, tashti, bismillah, qesim miellin edhe e zojna brumin. Brumin e lojna, mandej të qëndroj për një 2 orë. Mundën e përgadit edhe mbrëmje brumin, për juve që punani, pra edhe nuk keni edhe shumë kohë, e keni hazër në një në leni në frigorifer. Mundën i pra me zonë brumin mbrëmje, edhe me lanë në frigorifer të notën. Ka nesërmen kur vini për punëve që këta përbërësit tjerë i përgaditni edhe brumin e keni hazër. E ngjeshi mirë. Brumi pra duhet të jetë qështu, që ngjitet një brum i butë, që ngjitet për dorëve. E kemi ngjesh edhe kemi përzi për një 5 minuta. Tash i pastrojna durt, edhe një lugë gjellës e qesim vaj ulliri, për mi brumit edhe lojna në volum me u dyfishu për një 2 orë temperaturë të dhomës. Marrim pra vaj ullirit edhe e lagëm qështu dorën, një lugë gjellës dikon. Edhe e ngjeshim pak brumin. Edhe mbulojna tashti me nylon folje për 2 orë të dyfishohet. Derisa të dyfishohet edhe brumi, tash e përgatitim, pra marrim 300 grame salcë të domotave, gjethe borziloko, dikon një lugë të mesme, oregano, qesim, pashtë një lugë të mesme, pak krip, dikon gjys lugë të qajt, edhe vaj ulliri, një lugë gjellës dikon, i përzina të gjithë të përbërësit. I kime përzit të gjithë përbërësit, po shto i lojna në shazër. Kaçkavallën e kom ngrynë gryse, 400 gram tash veç sugjukun e prejnë copa edhe la hazër. Brumi mbasi ka pushu 1 orë, e kom marrë, e kom hek pra folin e lën, edhe prap e kom gjesh edhe një herë, edhe kom lënë për 1 orë tjetër, pra gjithsej 2 orë. Ju, nëse përgatit një brumje, e fusni brumin në frigorifer, pra mbasi që të hekni prej frigoriferit, kur do në përgatit picën ditën, e ngjesh një brumin edhe një herë, pra, edhe leni edhe një 20 deri në 30 minuta që
të pushoj, masi që e këni ngjish. Në hedhë bismillah pak mirë, mbi dëras të kuzhinës, edhe kështu e shtjellim brumin lehtë, edhe kthejna në anën tjetër. Tepsinë e shporetit elektrik, pra e lyna me vaj. Furrën e lëshojna me unëzë, temperaturë 250 gradë. Me unë të duarve, kështu e ngjeshim pra brumin. Duke ranushtë me gishta, e rëtullojna në anën tjetër, edhe qështu pra shkojna duke e zgjatë brumin her pas here derisa të arrijna mosën e tepsisë, duke e ngjesh me gishta. Basi e kemi shtri edhe brumin, bismillah, tash e marrim tepsinë që kemi ly me vaj më parë, edhe e qesim brumin në tepsi. Ngjeshim prapë qështu me gishta. Furra pra është nxehur, temperaturë 250 gradë. Tash e marrim edhe e lyna picën mas pari veç me salcën që e kemi përgatit me sos të domateve, gjithë porziluki, oregano, krep, vaj ulliri, edhe e lyna pra brumin. Bismillah, përmi. Mandej tepsinë e fusim në telin krejt poshtë, jo nelt, as në mes, për poshtë. Për 10 minuta e lojna brumin në furrë, veç me salcën që e qesim. Pra në telin krejt poshtë të shporetit. Basi e kemi ly pra picën me salcë, tash e fusim tepsinë që është thash në telin fund krejt për 10 minuta. Temperaturë 250 gradë. Bas 10 minutave e kemi hek pra tepsinë prej furrës. Tash bismillah marrim 400 gram djath kaçkavall që kemi grry pra në gryse, edhe ja qesim. Temperaturën nuk e ulim, ashtu e lojna 250 gradë. Basi ja kemi qit edhe kaçkavallën, tash të marrëm së gjokë shtëpisë që e kom përgadit vetë kur kam qenë Kosovë. Keni pa vidën. Mundën mi qit pra edhe tunfish, nëse dani krejt sipas shijes. Edhe marrim ullinit të zi, ja u kum hek farat, si që për shifni, e qesim përmi, mandej e fusim tepsin në telin krejt nelt, edhe e fusim picën me u pjek. Po ashtu për një 10 minuta.
Temperaturë 250 gradë. Tash marrim ullit. Tepsin. Ndelim krejt nalt edhe për 10 minuta në temperaturë 250 gradë. Mbas 10 minutave kum hek edhe picën prej furrës, edhe duket kështu pjeket super. Për funi edhe për mi. Pra e pjekni 10 minuta në tel për funin, temperaturë 250 gradë, pra në programin nalt edhe poshtë me pjek. Mandej, mbas ja qesim kaçkavallin edhe suxhukun po ashtu edhe ullin, e qesim tepsin në terin krejt nalt, po ashtu në temperaturë 250 gradë në programin për funi edhe për mi. Për një drekë të shishme, për një drekë që kom ju knoq, e kanë qef edhe fëmija, po ashtu ja vlen ta provani. Pra një picë familjare që kom ju knoq. Nëse e përgatit një lumë shënduart, e ju bëft mirë. Faleminderit për përkrojnë që ma bëni komentet e bukura deri në recetin e radhës nga kuzhina. Njerit ju them, miru pafshim. Bismillah.